Në kuadër të shpalljes së Tiranës si kryeqyteti mesdhetar i kulturës, Biblioteka Kombëtare e Shqipërisë ka hapur ekspozitën e veçantë Kujtesa e Mesdheut nga antikiteti në kohët moderne, e cila sjell për publikun mbi 700 vepra të rralla, përfshirë libra të shtypur, dorëshkrime, harta dhe gravura të periudhës 1300 deri në 1800. Ndër objektet më të spikatura të kësaj ekspozite janë disa inkunable, botime të hershme, jashtëzakonisht të rralla, të realizuara përpara vitit 1500, që pasqyrojnë fillesat e shtypshkronjës evropiane, po ashtu ka tërhequr vëmendje dhe një Kuran i vjetër i zbukuruar me dorë dhe i stolisur me gur të çmuar, që përfaqëson trashëgimin fetare dhe artistike orientale. Ekspozita është ndarë në disa seksione tematik që përfshin trashëgimin greko-romake, bizantine, veneciane, orientale dhe osmane. Një vend të veçantë zgjedhë seksioni vetëm një zot, i kushtuar besimeve monoteiste, si dhe gjeografia udhëtarëve, me harta të rralla të shekujve 16 dhe 17 që dokumentojnë udhëtimet nëpërmes dhe. Një nga zërat kyç të kësaj nisme është Alda Bico Kupani, drejtuese në Bibliotekën Kombëtare dhe specialiste albanologjisë, e cila thekson se ekspozita është një dëshmi e pasurisë dokumentare që Shqipëria ruan në zemër të saj kulturore. Me rastin e shpalljes së Tiranës kryeqyteti i mesdheut për kulturën dhe dialogun, Biblioteka Kombëtare organizoi këtë ekspozitë e titulluar Kujtesa e Mesdheut, me një koleksion shumë të vyer të librave, dorëshkrimeve, hartave dhe gravurave mes viteve 1300 deri në vitin 1900, duke filluar që nga antikiteti deri në kohët moderne. Ekspozita është ndarë në disa seksione, fillon me botimet më të hershme dhe të vjetra europiane që i përkasin viteve 1500 deri në vitet 1700, për autorët e vjetër klasik greko-romak. Mund të përmendim këtu Euripidin, Euklidin, Aristotelin, Aristofanin, Ciceronin, Herodotin, e shumë të tjerë, Apianin, Sicilis, e shumë të tjerë. Kemi pasqyruar veprat kushtuar këtyre autorëve të klasik grek dhe romak. Mund të përmendim gjithashtu dhe Ptolemeun, Strabonin, Euripidin, Euklidin, Plinin Plak, Diodorus e të tjerë. Ekspozita do të qëndrojë e hapur për publikun deri më 18 korrik 2025 në ambientet e Bibliotekës Kombëtare të Shqipërisë.